Jam në një nga zonat më të bukura milaneze, në atë zonë që sot quhet pak a shumë Biblioteka Milaneze e Pemëve, dhe do t'ju tregoj përse. Përballë meje në këtë drejtim ndodhet një prej godinave më të bukura dhe më të famshme të Milanos, ai që njihet si Boscolo Verticale ose si pylli vertikal i Boerit, i Stefano Boerit, një arkitekt i famshëm milanez me njohje ndërkombëtare, i cili së fundi është bërë prezent dhe në Shqipëri. Po pse Boeri është kaq i famshëm në Milano dhe në botë, dhe cila ishte ideja e tij? E para, zona rreth e rrotull është një nga zonat më të bukura të Milanos, e cila është pjesa moderne e qytetit. Shiheni me godinat, pra pjesa më moderne e qytetit, se s'mund të them më e bukura, për mua më e bukura mbetet pjesa e vjetër, me godinat e reja dhe me tentativën për ta kthyer Milanon në një qytet të shekullit të 21. Rreth e rrotull e gjithë zona është e mbushur me një gjelbrim të jashtëzakonshëm. Do mundohem t'ju tregoj pak më kollaj në këtë drejtim. Shifeni se si është bimësia në këtë zonë të Milanos. Është e gjithë fusha me lulkuqe dhe pemë të tjera. Po cila është historia e Boerit? Ja dhe godina e Boerit me Boscolo Verticale, pra me pyllin vertikal. Pak vite më parë, diku në fillim të shekullit 21, Stefano Boeri, një prej arkitektëve të njohur milanez, vendosi që të ndërtonte një pyll vertikal. Sipas tij, pylli nuk kishte pse të ndërtohej vetëm në një zonë të shtrirë. Godinat nuk kishin pse ndërtoheshin vetëm në një zonë të shtrirë që do merrte një sipërfaqe shumë të madhe, por kjo sipërfaqe mund të ruhej për një park, pra siç e shihni të gjithën, dhe godinat të ngrihej në një version vertikal, pra të ngrihej lart. Por jo vetëm kaq, ai vendosi që godina që do ngrihej të ishte një godinë e cila do të kishte brenda saj një pyll të tërë. Ideja e Boerit u duk në atë moment thuajse e paralizueshme për hir të vërtetës, por me sa duket ajo funksionoi. Qyteti Milanos i dha atij të drejtën që të projektonte dhe të ndërtonte dy kulla që konsideroheshin si pyjet vertikale. Një kull ishte 111 metra, kulla tjetër ishte 76 metra. Boeri punoi disa vite dhe të dyja kullat përfunduan në vitin 2014, pra në fillim të shekullit 21 u projektuan dhe mbaruan vitin 2014, në zonën që ishte parashikuar për ndërtimet e reja të Milanos dhe për një qytet disi më modern. Po të vini re dhe arkitektura rreth e rrotull është ndër arkitekturat e ndryshme nga pjesa tjetër e Italisë dhe një pjesë pak më moderne e Milanos. Dhe njëkohësisht një prej pjesëve më të shtrenjta të saj, sot metri katror kushton deri në 25.000 euro. Boeri vendosi të ndërtonte pra këtë pyll vertikal, i cili çuditërisht kishte brenda tij rreth 900 pemë. Janë 20.000 metra katror gjelbërim, 900 pemë dhe me qindra mira, shkurre dhe bimë të tjera shumë vjeçare, të cilat erdhën do vendosën këtu të gatshme, pra në pjesën vertikale të pallatit, me struktura të përcaktuara dhe të përgatitura paraprakisht për të vendosur pemat. Vetëm mirëmbajtje, pra pastaj do të flas pak për çmimin, por kjo gjë ishte befasia më e madhe, sepse aktualisht në muret e këtij pallati, pra po i afrohem dhe një çik për ta treguar më saktë, në muret e këtij pallati ndodhen sot për momentin 20.000 metra katror pyll, pra janë të barabartë me 20.000 metra katror pyll në zona tjera, dhe e gjitha brenda vetëm njërës prej kullave, sepse është edhe kulla e dytë. Pra kjo është kulla kulla e parë, nëse kulla e dytë është edhe më e lartë. Ideja e Boerit për ta ngjitur pyllin në katet e sipërme të pallatit ishte një prej ideve që mori shumë vëmendje dhe u konsideruar, pra pati një vlerësim të jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Shiheni tani se ju afrova, ideja është rreth e rrotull pallatit janë po ashtu kopshte të ndërtuara ku ti mund të qëndrosh në qendër. Rreth e rrotull është
që quhet Libri i Pemëve të Milanos, ku janë të gjitha pemët e bimësisë së zonës së Lombardisë, dhe ja edhe pallati i Boerit. Pra, po të shihni, pjesa kryesore është, këtu jam në pjesën pohibe, po të shihni pjesa kryesore është e përbërë nga pemë të larta me një lloj lartësie të cilat zëvendësojnë pemët shumë vjeçare të pyjeve. Në fakt edhe vetë janë pemë shumë vjeçare. Kjo është qendra ku mund të shihni, kjo është një pjesë e qendrës ku mund të qëndrosh në mes të gjelbërimit dhe shkurreve, dhe këtu vim tek pallati i famshëm i Boerit, i cili qëndron ka përmes një çezme të famshëm milaneze, që janë çezmat e shekullit të 15, që siguronin ujë. Ja dhe pallati. Pra, çdo pjesë e pallatit është e përbërë nga një pyll i ndërtuar, pra, me pemë të vjetra, me shkurre, sikur se thash, ka rreth 20.000 pemë secila prej kullave, edhe kulla dytë në anën tjetër, ka rreth 20.000 metra katror pyll dhe mbi 900 pemë të niveleve të gjitha përmasave, po themi, deri ato sipër që janë më të lartat. Ideja e Boerit ishte një gjetje spektakolare, ndërkohë rreth rrotull ju shihni edhe të gjitha bimët që rriten në këtë pjesë të parkut. Ja dhe dy kullat e Boerit, pra kulla e lartë dhe kulla e dytë, të dyja bashk përbëjnë kompleksin më të rëndësishëm të kësaj zone. Ideja e Boerit ishte një prej ideve brillante që mori dritë, ai po e replikon edhe në Tiranë, por natyrisht me një prani shumë të vogël të bimëve, por gjithsesi e ka replikuar konceptin e tij të pyllit vertikal edhe në një godinë pranë stadiumit Air Albania. Ndërkohë këtu thash jemi në qendrën më moderne të Milanos, metri katror i Boerit, i pallatit Boerit është diku te 25.000 euro, ndërkohë që vetëm mirëmbajtja mujore sipas personave që banojnë aty shkon rreth 1.500 euro. Është një prej godinave më të shtrenjta të gjithë Italisë dhe një prej godinave të shtrenjta të Europës, por dhe njëkohësisht një prej godinave më të vlerësuara ndërkombëtarisht me çmime të arkitekturës. Pra është kjo godinë këtu në mes të një parku të gjelbër dhe godinave moderne të Milanos. Ky është pra historia e Stefano Boerit dhe të pyllit tij vertikal që ka 20.000 metra katror pyll dhe mbi 900 pemë.